Këta dy të moshuar rritën 10 fëmijë, 7 djem e 3 vajza. Por njëri nga ta ja falën lirisë së Kosovës. Shaqir Hoxha, në moshën 22 vjeçare, nisi të ndiqte ëndrrën e kamotshme që të i bashkëngjitët radhave të UÇK-s, të cilën e përmbushi me 10 prill të vitit 1999. Ky vendim solli shqetësim të nëna e tij, e cila kujton ditën kur Shaqa, siç e thërriste me përkdheli, i dha lajmin. Ajo mor vendimin, po o më tha, nëntëm ditën e mirë se unë e ku mësës me shkohe, unë nuk mujta me ta vi që e ku ba me kry qështu. A i vazhde shkej, e ku më pasë edhe një nëzancë këtë pikleqke s'kesh ku me nej, shkonë bashku lejmë ronë shtabë. Ta na nuk më tha ditën e mirë, nuk më pranu, ta shane mësë fa që më pranu, ta shjenë shpitane, bëllë mirë, atë jone. Je vëlla, tha, më kanë pranu, tha, kësmet, tha, ka me shku. Edhe hajt i prit keme thirë, ata se thërshin, kjo gjdesh vetë me shkohen. Edhe dole malë një ditë për ditë, tha, nanë, tha, në pisudit, ishtë 10 prili. Tha, për ditë që po shkën shema ushtarë, tha, ju. Tha, po shema, po bëllim ka unë. Tha, shema për veti, ti për veti. Tha, ka orë koha, me shku, tha, shema dhe i vëgëll. Edhe shkaj. Shema erdi mur ta heshti në unë ngryk një grop ushtarë. Aje kishtë qadet edhe ditë lindjen. Shemësia. Shaqa tha nanë, tha, dhe unë me si shkaj shema, unë më një minut nuk ri. Tha, ka me shku, tha, në shtabë për gjithë shumë mërësi speciale. Shkaj edhe aj. Edhe, më tha, thëmë ditën e mirë, thash, nuk më isha me tha jo, se më pëlsit ke vojë. Vëqë që ja bama me kry nanë, tha, thëmë ditën e mirë. Apet veç me kryje. Po, tha, mi këpucat, unë e ja ma, tha, këpucat e ti, tha, shka shka me math, nuk shkan. Po jo, e ba një zhjën edhe shkaj. Tha, nana dhe njëherë, tha, ditën e mirë, tha, shqyre shaqë. E mërra atë fërcën, thash, po të thetë nana, ku këne i dhe që tash rrë dhe 2-3 ditë. Thash e vishu e ma, thash që shikohije një ushtarit. Nuk më gëje dhe shkaj. Kur ajo kthye për herë të parë me uniformë të UÇK-s, të tjerët e panë me admirim, por ajo vetëm me frikë. Ama po erdë dike civil. Ditën e fundit, erdë me uniformë. O, po vjen Shaqa, i shumë malë, ka me prit në malë, veç kore pashtë e kam të mija. Erdë, po jo që i kishë vesh atë uniformë, mu më dëkë se u hi gjallë dhej. Po këtyne tjerve krejt ju kishë dëkë shumë i madhë, shumë i mirë, shumë i hjeshëm. Po si cili atë farë, s'pë di që shme thanë. Po mu zahar pidhim të s'mu dëkë si ishin gjallë në dhej. Ja, ta theshin shumë mirë, shumë i hjeshëm, më duk, a nej. Po s'ka shku ta një mas një javë, edhe o vra. Përgatitja e tij fizike dhe forca bën që të përgjithej në njësitë speciale, aty ku rreziku ishte më i madh, por edhe përgjegjësia. Andaj nuk kaloi shumë kohë dhe ai u vra gjatë luftimeve. Lajmi për rënien e tij nuk erdhi menjëherë. Si shumë nëna të asaj kohe, edhe ajo jetoi ditë të tëra mes shpresës dhe ankthit. Erë një halë e Shaqës, aja kish një që u vra na ju. Unë e nita që u vra një i Shalës, po thash kush dhe që tjetë ka me kaj dhe bre, për një 3 ditë kur s'ka më nalë. Veç e janë shtushtara për që janë Shaqa se ku ditë. Se u ban 1 ditë heq, u ban 2 heq, u ban 3 heq, pash kush kemër që ajo shtarë që mos s'u mor vesh. A i shka Shaqa vishin gjinja me na
Po, më na tha pe dina, s'po dina, vish rrishin pak edhe shkeshin, s'na theshin kur gjë. A i shkon vro shoqa edhe kur erdha ja hodla e shoqës, aja e shisha mërzit që më thesha që të ki djallin të ke mirë. A ju ka kollë shpia, tha pu, a dhe apete, a ty tha ju ka kollë shpia 3 herë. A të isha po mërzitit për shpia, ja kish pas dit për shoqën. Kë tha qëtë në gjygymin, tha se one qaj ko për marrë dëshiqere pina qaj. Në e qëtë më gjygymin, zvana ju këthy, po thët ku ana ona thmive, unë tha shë që ku jam. Tha po thënë shoqa u plagu, tha shë, thash e kum dit. Thash po shoqa, thash është i plagu në ranë, thash e kona i pjesë trupit hëpt, po du thash me shku në spital në Berishe me po. Se kanë me qu dikon lërgë, s'ma kaj ka ata se u vra krejt. Kur shku aty, u zatetëm në udhës një ushtari, o që kësë. A i po bëndah me neve, kur shku të spitali, tha po hione. A i hini na metëm jashtë. Na vetë që në të infermierët, që ka i një orë për shaqirë hëgjën, a i vetë beqen, vetë mu, a për të njëjtin, prejtë që për dele e ushtari, prejtë s'ka dullë dikur. Tha djalli ju, tha nuk kanë tha këtu. Po me siguri, tha unë tjera uda, tha shë una e në orë për atë jetë edhe në tjera uda shkujmi. Kër ullë shumë të për shkallëve, aty spitalit Berishës, 2 ushtarë ushin fond shkallëve, 2 vishin ishin ka me vizitu ata shëkt në për uda. Këja bërë tha, e dine bre tha ngryk shalës, tha kusho vro. Tha u vro tha një i shalës. Kë tha djalli jem. Ata është ty një hapë mrapa edhe s'bana në zonë, ma ju hopën tjallët. A djalli më kish po, që kë hysninja e ikë. Nuk e poshën në ata. Qështë është që me bë. Insane ishë ma i përë siguri. Qa me bë, më zhish bëllë, edhe së dhe një mungesën, dhe të vje kush dënë, dhe të mushën 2 salonat plët, ne kemë atë mungesën e tia petë. Po, insan ishë me i fërë siguri. Vëllau i ti, me të cilin u rritën bashk, me gjithë se në atë ko fëmi, kujtimet i ka të gjalla, si kur të ishin të djeshme. Kjo është rruga ku ai e pa shaqirin për hir të parë me rroba të UÇK-s dhe thotë se asnjëherë nuk ka qenë më i buzëqeshur. Duhet shpeshherë me ardhë vetë ato. Të mirat dhe të këqijat atë krenarinë edhe mërzin të jam qështu vetë me ndo me vetë vetën, ose me shumë e kuën, se këtu është veni ku herë në parë jam pa kur masaj është i nëkuadru, dhe thotë nuk që kë. Edhe kem pas dhe refugjat që në strehu të na dhe njone prej tyne kishe vdik për shkak të mushës, edhe tjetri është konë edhe një qikë 18 vjeqë edhe kish marrë lajmen se ata kanë dikush prej tyne ka vdik edhe isha asoj rrugës të kalu aty, se rruga ka qenë ma eret pjesën tjetër aty. Edhe më fishloj, si me thonë, se nuk më thiri nemen për e njufta. Ashtu edhe ktheva kryt mrapa nuk e pash kërkun. Edhe po vazhdoj me ecë prapë rrugën, më thiri edhe një herë edhe u ktheva e pash. E kishe atë kapelën beret atë zez me shiritin e kuq, edhe s'po mërë me më shilë guen të kesh pe gzimit edhe dhash, dhash edhe a tha po. Edhe më drejtu më tha ka vdek, tha gjatë e fik, thash po, ka vdek, a ishe një Izabeli Tull që ishe strehu të na dhe që kishe vdek, po kisha për ngushlimi dhe për me na vizitu neve. Bile, po më kujtuat, pyta, thash, a kiku, thash, mi prej flok, se a i dike mi prej flok, mi prej ti flok të mu, edhe vazhdoj dhe thot u këthy, ato për mas një 2 orëve, edhe herën tjetër edhe me na vizitu, edhe më tregoj se ka morë, i ka ndonë një pushk, një dëshmori Shqipni që ishte vrarë në atë ku në zonë Pashtriku, t'Indrit Sara i Kavajës, edhe po më kallëzën pak për luftimit, me gjithat që nuk ndojk edhe shumë sene me mu, se unë isha atë ku isha thmi, a ishë 22, unë isha 13.
Edhe atë ditë kom menu që kam nejt pak ma gatë, edhe veç e kom pas se ka marrë një qonë të kema të qonë, diku në letë i shpia nona e ka. Ka marrë qonëtën edhe që është me thonë të muaj të shlargu për neve, kështu në distancë si mi përshëndet, tha se ka luftimit ta bashkoj. Ka shku edhe nuk jemi po mo me ta. Edhe kur erdhi lajmi i kopshëm, ai nuk e besoi deri në momentin e varrimit. Kom flejt edhe kom thonë, inshallah së shushtu. Unë s'ku mujtë me besu, po aja dishka që ka ndodhë. Kum ka lu shpesh kësoj rrugës këtu, mi vizitu tjerë kem pas da kushëre. Ose edhe kem shku, se nuk kishim trupin e ti edhe e thejsha hajde inshallah, është ashtu që ka ndodhë diçka, u ka një plagës, u më shiftikun, ose është keq kuptu diçka, po aja veç kish ndodhë, s'mu i kemi ndryshu mo. Po shprejzat prapje në kohën diçka e hen sa apesho dikun rrugës të ardhë, mu lejmru të shpija, të familja që këto fjallë edhe këtë ndjedhë, që kom thonë, kur as nanës, as babës, as kërguj, më falni për emocionet. Edhe vjen 12 qashuri. Kon është bo, se jam i sakë ndodhë, ka ndodhë me 11 qashurë më do këtë marrëveshja Kumanovës, ku është bo, që ka nënshku me Miloševiqi kapitullimin, edhe kem ra me flejt, këto dhe thët ato tendat e improvizume që kem pas, edhe një ushtim të helikopterve, po në menova që kanë qa dhe thët frontet e ushtarëve të qëkës, edhe kanë arrit forcat e serbe me himra në populata dhe menova që kanë fillu me vra njerës. Po kërë më dollë gjumi, unë e peni helikopterin edhe peni njerës kështu, dëgëzu shumë të thonë NATO, dhe i pyta thash, që a bo, tha, u kry lufta, tha, Serbia ka nënshu kapitullimi, tha, ja është helikopteri NATO-s që ka pru di kam për këtyne të shtabit përgjithshëm. Këtu edhe menja por që më ka shku, tash a ka me konë trupi ti që a i vroni ajo. Edhe dita e nesërme, vjen e krem Pajazitin i ushtar, që edhe ishtë i ndjerë ka vdekë para 2 vite, se ata kanë qenë shuk bashkë edhe para lufte, e kanë qenë edhe bashkë luftetarë, pa i ka qenë këtu në grykën turë në shalë, kjo ka qenë i caktuar si pjesëtori njësi speciale dhe vërzan të veshgusë të shtabit përgjithshëm që kanë qenë komanda aerësinore, kjo ka qenë me pikë në këftë, edhe erdhë nga tha të familja, tha, mushi, mu bo gati, tha, për 45 minuta, se për me nëzonë varrimin, se janë edhe ushtarët vranë, që është për shkak ditëve që ka nejtë vranë aty ku e mbadafaqu me forcat serbe, është ku ndërmujnë erë kufumat e tyne. Baba nuk u dike ku është se pa të kalu në rafshin e Kosovës, me siguru milë për neve, vlaj tjetër kishë marrë rrugën për me shku në Shqipni i marrë Mateus, kjo tjetëri nej se veç erdhë kjo në varem me ata ushtarët për me varroz vlajnë dhe shku më në nana, ku shishin këta të fshatit, mahalës, me neve, me shku me varroz, së një njofë kërkush, se njofë shumë kërkan, përveç disa ushtarëve që kanë qenë asoj njësije si Elmi Korpuzi, Manush Shamolli, Rahim Shala, Ardian Drenica, Naseri nëse zgabëja për mena, Elmi Korpuzi, këta djemët, që tjerët në ashtë dhe s'pëm kujtohet, në i kosh kështu me emna dhe në pyten i shishëm 4 vore, po ishin 3 kufuma. Dhe të vlajnë shaqirë në dalum, që kishë një arkivol, një Habib mbi emrin, nuk ja di, me keqar dhe është i fshatit në kofë, që a e ka marrë patosin e një shpis të shkatrune, pe patosit shpisja ka marru që të arkivol dhe kanë pru. Në bas të arkivol bedim që është a i vlajë jonë dhe i kemi varros aty, atë ditë në varrem pjesëmarrës kanë qenë komandant Guri, Jetullah Qari, Tahir Sinoni, këta shumica e Agim Qeku, me sa më kujtuar, mu me fjallë Beleja kujtoj, Tahir Sinoni kër e lexon një letër për moral të ushtrisë, ka pas një orë dorës me një shqipunja me përkrenarët Skënderbeut. Aty është konë qaja që ka lexuar një letër për moral të ushtrisë, na ishim një pjesë e vogël e familjes aty,
e kemi varru sot aty në shumë shpresat që nuk shihna më me ta. Po është e fakt që të marrë parasysh mu ka vrarë një vëlla, do thot për lirinë e Kosovës, po dikuj kam shok që jenë vrarë, e nuk jenë gjitë, e i kanë vdekë edhe prince, u bërë 26-7 vjetë mas tufte, e kanë vdekë me mollin e fëmijëve të vetë që ju kanë vrarë me pushë në dorë, s'ja kanë pa as vorën, as e kanë pas një shej trupit, as e kanë pas shpresën se një ditë kanë mi gjetë, po në të paktën. E di ku e ka vorën, shqyqër Zotit, jem edhe gjallë vazën, prej një kemë gjallë, halo. Po, aja dhe imja dhe krenaria ishin dy sene që njëra pa tjetërën s'po bëjke, se që është të poliatëshin. Po jam krenar me këto, jam krenar me gjithë ata djemë të Kosovës që kanë vdekë në për vijat fundit kudo që kanë qenë ata, jam krenar me ata që janë gjallë, jam krenar me çdo njënë që ka ko pushkën se me kundashtu edhe me luftu kundër Serbisë. Konë diçka e pa imagjinueshme për neve që e konë edhe e pa imagjinueshme që na mu të mu liru sot me konë Kosovën që di që është qështu, po ata kanë pas guximin, kanë pas vullnetin edhe prandaj edhe jem këtu sot gëzojmë lirinë edhe pavarësinë e Kosovës, këtu ku jem tash. Në natë vije, e ndëruan rrobat e tij, kapelën e bluzat. Nuk i ka larë kurrë dhe nuk do t'i laj, sepse për të ato mbajnë erën e të birit dhe janë të vetmët që i kanë mbetur nga ai. Kam kapuqin, e kam një rëllk, e kam një gjemper, besa as nuk e kum lau, e kam qashtu. Qysh që ka pos vesha, i kretu më kanë thë loje, po se kum lau. Qysh që ka fshinjat të njerës dhe ballet të dihet të gjemperi. Kretu më kanë thë loje, po se kum lau. Qashtu është normal, po. Shaqiri mbante armën në një luftëtari tjetër, Indrit Cara, nga Kavaja e Shqipërisë, amaneti i të cilit ishte bashkimi i trojeve shqiptare. Sot, trupi i tij prehet në varezat e dëshmorëve në Kleçk për krah luftëtarëve të tjerë të brigadës 121 Kumanova, vend që nuk quhet rastësisht Porta e Lirisë.